Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kur Allahu xhalla xhelaluhu e don një njeri, e don një person, Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë ista'salahu Allahu e ban me mjalt, ista'malahu e çon me punu. Dhe Allahu ta mundson me mri muin Ramazan. Muhamedi alayhi salatu wasallam jashtë Ramazanit që ka pas, ai ka qenë i dërguari i Allahut, Allah e ka mundsu do lloj Ramazane shtjera me pas. Për shembull Israja edhe Miraxhi kanë qenë lloj Ramazanit. Ramazanin konsideroje njëtë sikur mjet transportues Allahu ta ka dhënë secilit musliman, po të tjerëve ka dhënë Allahu, po tjerë s'kan të shfrytzu. Ta ka dhënë Allahu xhalla xhelaluhu, a do me shku në Firdaus tash. Hep këtu dhe shko. Mjet teleportues. Shkon më njëherë. Këtu je, atje je më njëherë. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wassalam e ka mallku njërin i cili nuk e shfrytëzon Ramazanin. I mallkuar është. Se të ka ardhë mjeti, e ti se ki shfrytëzu, sikur biletën. E ki një bilet, i vanu, ati që i ka ik avioni e din, se që dhe me thonë me ti ik avioni. I më shonë vetës, të shka bona, për pak. Taksisti i ka fajt, ki i ka fajt, a i ka fajt, ki dunja i ka fajt, të ik avioni. Ramazani është një mjet për me shku. Pra ndaj malkum është a i cili nuk është shfrytëzon. Mjet për me shku në arshin Allahot, pra ndaj bane një jetë. Me dalë prej Ramazanit, du të me dalë me një kalben khashi'a, me një zemër që i ka frikë Allahut. S'ka dhurat me të madhe se kjo. Allahu xhalla xhelalu i lip që ato zemra khashi'a, që i frikon Allahut. Nuk lip status, nuk lip hoxh, nuk lip evlija, nuk lip lajka, këtë janë ato, ama bash këtë janë. Këtë. Allahu xhalla xhelalu e shikon një zemër e cila ka khushu', ka frikë respekt, i tutët Allahut. Mundohu me arrit një zemër që i tutët Allahut. Prandaj jam mbledh këtë dietarët. Janë bashku këtë dietarët kanë thënë se dhuntia më e madhe në dynjë që mund të më ndodh dikujt është mi pas frikë Allahut. Prandaj Allahu xhalla xhelalu e ka përmendur se dija është mi pas frikë Allahut. Në kohën e sotit na mendojnë se dija është sa më libra të mëdha me pas. Libra të trasha i kish. Shumë të mira i kish librat. Sa më ders i gjatë. Sa më shumë informata me pas. Sa kjo. Nuk ka kjo. Ramazani ka qëllimin me na bën njëve mi pas frikë Allahut. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dhe ai që frigohet me undal para Allahut jannatan. Para mendoj momentin, a kanë mendu apo sa herë gjatë ditës se mendojna, kam të mia kanë me shkel, unë edhe Allahu s'ka tjetër kërkosh. Nuk i kërkan hiç. Ama as ka se hiç. Veç te dhe Allah. A mund është me paramendu, kur ki me ndëgju zonin Allahu xhalla xhelalu, si kur që i ka hi Allahut, kur thot, ja abdi, o rabi jam, ti ki me ditë arabishtën, Allah. Ti ki me ditë arabishtën. Ja abdi, o rabi jam, jau me këdha o këdha, pse e bone këta? Ja abdi, pse nuk e shfrytëzove këta dhe këta dhe këta? Pra ndë ka thonë sallallahu alaihi wasallam, men nuk ishe l'hisabe, fa ka të udhib. Ka në merë Allahu pyetje, një nga një, dhe e ban një kash, janë nxjerr fjalët, pse e bën këtë, pse e bën, fa ka të udhib. E ka dënu Allahu atë. Veç me të marrë pyetje. Veç me të marrë pyetje. E tash Ramazani është një mjet teleportues, ka Allahu xhalla xhelaluhu me një herë mundet me na çu neve, herat. Me një herë ka mundësi me na ndru gjendër. Prandaj mallkum është ai i cili ka nanën dhe babën, e si ka respektuar s'ka fitu xhennet. I mallkum është ai i cili e ka Ramazanin, para mendon Ramazanin e ki sikur nanën dhe babën. Ramazanin e ki sikur nanën dhe babën, vetëm se Allahu xhalla xhelaluhu ta jep ti Ramazanin dikujna 60, dikujna 50, dikujna 40 Ramazana, Allahu akbar. Krenari është. Prandaj duhet me shiu Ramazanin. Çdo moment, çdo sekond duhet me madhështuat, me batë madhe shumë. Wa man yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwal qulub. Ai cili e madhron shenjat e Allahut, ato janë zemra takvaje. Valla na bën me zemra takvaje. Me ndryshu krejt. Asnjëri prej neve nuk është më i madh se Ramazani. Se Ramazani është tamam një teleportues që mo nuk një as kohë, as vend, çon te Allahu xhalla xhelalu drejt. Te arshi i tij çon. Te zbukurimit të arshit ti, te firdausi i ti, te tavani i xhennetit që është. Allahu akbar.
Innehu a'la al-janna, jannati më i lartë. Minhu tatafajjaru al-anhar, pra të rrjedhin lumejt. E na kena këtë shans tash. Pra duhet me shfrytzu, duhet me pas projekt për veten. Kretna me dal me një Ramazan khashi'a, me një zemër që frigohet Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj edhe porosia ime është për lexues krejt me lexu ajetet khushus. Ka edhe ajetet dispozitave, po ajetet khushus. Ajetet xhenetit edhe xhehenemit. Edhe tema duhet me qenë ajetet e xhenetit dhe xhehenemit dhe veprat e zemrës, gatishmërisë tonë te Allahu xhalla xhelaluhu se nuk i dihet sa jetë. Në këtë periudhë pas koronës ju ndonjë që djem 40 vjeçar janë të ndrujet. Djem 35 vjeçar janë të ndrujet. Djem 30 vjeçar janë të ndrujet. Shumë djem 3 janë të ndrujet. Na nuk e dina emrin e Ramazanin tjetër. Pashallahu njoh. Edhe ju njihni plot djem 3 që nuk e kanë emrin e Ramazanin. Se janë ato. Se janë mesin tonë. Që do të thonë se kur ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam 60 vite kur ja ka thonë dikujt në Allahu mjaft e ka arsyetu, kjo është. 60 Ramazana, 50 Ramazana, 40 Ramazana. Ti ka thonë Allahu xhalla xhelalu nuk e ke shfrytzuar? A do të më shfrytzu maksimum. Duke e dashur një tjetrin, duke respektuar një tjetrin, duke e dashur Allahun, duke e shiju Ramazanin, duke e shiju Kur'anin, duke shkruar diçka prej Kur'anit, prej kuptimeve të Kur'anit, duke u bë musliman më i mirë, duke u bë më i afërt me Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas burakin. A dini shpejtësinë e burakit? Me shpejtësi drita. 300.000 km/sekond thënë fizicianët shpejtësia e dritës, ama buraki është sa i shesyni. Pramena. Ma shpejt. Sa i shesyni, ma shpejt shko. Ka shku shpejt, derisa e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el-jannata wan-nar. Jannetin e xhehenemin. I ka pa arshin e Allahut. Ndërsa për Allahu xhalla xhelalu ka thonë nurun anna arahu. Dritë kum pa. Çish me pa? Dritë ka pa. Se dritë, Allahu nuru s-samawati wal ard. Dritë ka pa, edhe se ka pa Allahu xhalla xhelalu, po ka pa dritë. E na e kena mundësi me fitu këtë xhenet. E në një mundësi tjetër inshallah do të përmendim një rast të një vllau ton, e keni ndëgjuar ndeshin që u bën nish, një vllau jon akon. Kana me treguar inshallah pak diçka prej asaj me lejen atij inshallah se një muj ditë në kohë ka qenë, i ka po me lekt, ka dosh me po xhenetin, ka dosh me po xhehenemin, vllai jon ëndër ka po, 30 ditë në ëndër ka qenë. Dhe kur i është pranu lutja e dikujna prej vëllezërve tonë në arabisht që ka kajt për ta, e kanë marrë me lekt atë vllaun dhe i ka thonë dush më kthim mas. Dush më kthim mbrapa, se të shpranu lutja, kis ka dasht. Por Allahu xhalla xhelalu e ka kthy në dunjë, ka thonë çeli sytë, i ka çel sytë mas 30 ditëve. Në ëndër i ka po me lekt, në ka po shumicën e vëllezërve tonë që i ka njoft, në i ka po vendet tona, përfundimet tona, i ka po subhanallah, i ka po shenjat e kiametit që të ndodhin, i ka po njerëz që do të shkojnë në xhehenem, që s'falin namaz, do të s'kisha mundësi mi pa ata njerëz çfarë dënimi. E ka po kaderin e Allahut, që është me lekt na ruajnë neve, djathtas edhe majtas mërgjimtar kur vinë. Gjitha këto janë sende të ahiretit që duhet mi kështu sa më shumë në informatat për ahiretin, sepse jeta e kësaj dhunjaje është vdekje, a jeta e botës tjetër është jeta, alhamdulillahi rabbil alamin.